Ju ngjatjeta të nderuar, para se Donald Trump të zbres në Pekin për të takuar me Xi Jinpingun, bota sot ndodhet përballë një momenti që mund të përcaktoj jo vetëm marrëdhëniet kinezo-amerikane, por edhe drejtimin e krizës më të rrezikshme globale: Irani, energjia dhe rendi i ri botëror. Në heshtje, para dyrëve të mbyllura të Pekinit, nuk do të diskutohet vetëm për tarifat dhe energjinë, e as për tregtinë midis dy vendeve, por do të diskutohet se kush do të kontrolloj stabilitetin e planetit në dekadat e ardhshme, sepse këto ditë për herë të parë po shihet që nga koha e pasluftës së ftohtë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me një Kinë që nuk është më vetëm fabrikë e botës, por që është ndruar në një superfuqi që mund të ndikojë mbi luftrat, energjinë, ekonominë dhe fatin e rajoneve më të nxehta të botës. Rajone këto që po përcaktojnë jo vetëm marrëdhënie ndërkombëtare, por edhe strategjitë e reja dhe formatin se si do ta ketë bota në dekadat e ardhshme. Prandaj them se vizita e Trumpit që vjen në një kohë kur Abbas Araghchi, ministri i jashtëm i Iranit, zhvilloi takime urgjente në Moskë dhe Pekin, ndërsa gjiri persik, Irani dhe Hormuzi janë shndruar në epicentrat e frikës globale. E gjithë kjo që po i paraprin kësaj vizite do të jetë një ndër pikat më të nxehta, ndoshta përcaktuesja kryesor e marrëdhënieve kinezo-amerikane dhe e qasjes së tani e tutjeshme të Pekinit në lindjen e mesme dhe në rajone delikate tjera të botës. Kjo vizit pra e Donald Trump në Pekin nuk mund të shihet më si vetëm një diplomaci rutinë. Kjo duket si një lëvizje, apo duken këto gjëra si lëvizje të koordinuara të fuqive të mëdha për të shmangur një përplasje që mund të rëndit ekonominë botërore dhe të ndezë edhe kriza të tjera, shumë më të rrezikshme ndërkombëtare se deri më tani. Pyetja që po shtrohet në çarçe strategjike këto 3-4 ditë e fundit nuk është më nëse Kina mund të ndikojë mbi Iranin, por është tjetra sa larg është e gatshme të shkojë Kina për të ruajtur stabilitetin global pa sakrifikuar interesat dhe aleancat e saj të deritanishme. Dhe pikërisht këto, Pekini po shndrohet nga një partner ekonomik në qendrën ku mund të negociohet ekuilibri i ri botëror. Nëse dikur të gjitha rrugët diplomatike kalonin ka Washingtoni, sot një pjesë e madhe e botës po e kthen shikimin ka Pekini, dashti këtë apo nuk e dashti bota perëndimore. Trump pra po shkon në Kinë sepse e di se Kina mund të ndikoj që të menaxhohet më lehtë Irani, mund të ndikoj në rrjedhat e tregtisë globale, si dhe në zinxhiret strategjik të ekonomisë moderne. Xi Jinping e pret Trumpin duke e ditur tani se Kina nuk është më fuqia që kërkon pranimin apo miratimin e Washingtonit, por do të veproj dhe do të qëndrojnë në takim aty si një aktor pa të cilin nuk mund të zgjidhen më krizat e mëdha në botë. Dhe Xi Jinping, pala kineze, e di këtë pozitë të veten. Dhe pikërisht kjo e bën këtë takim kaq të rrezikshëm, kaq të rëndësishëm, kaq historik dhe kaq vendimtar, sepse
pas buzëqeshjeve diplomatike dhe fotografive ceremoniale që do t'i shohim në ditën e takimit dhe më pastaj, në fakt, po zhvillohet beteja më e madhe për rendin e ri global. SBA këtë e ka kuptuar shumë mirë dhe është duke e ndjeth thellë në lëkurën e saj. Trump, pra, do të vizitoj Kinën dhe do të trokas në dyert e Pekinit me 14 dhe 15 maj të këtij viti, pra pas 2 dite, se është një takim i pari i tij me Xi Jinpingun në Kinë pas gati një dekade. Ajo vjen, vizita e Trumpit në Kinë vjen pas takimit të Trumpit me Xi Jinpingun në Busan me 30 tetor të vitit 2025, pra para afër 6 muajve. Thelbi i vizitës, për sa unë jam duke i kuptuar rrethanat dhe domethënien e kësaj vizite, nuk është thjesht vizitë diplomatike, e përmenda pak më lart, por është një takim për të menaxhuar krizën më të rrezikshme, tani midis 2 superfuqive. Dhe kjo krizë kap tregtinë globale, Tajvanin detyrimisht, Iranin, ngushticën e Hormuzit, mineralet e ralla, teknologjinë e gjithëbërshme, inteligjencën artificiale dhe natyrisht rendin global, që ishte shahdamari i politikës amerikane në 3-4 dekadat e fundit. Personalisht, unë pres nga kjo vizit një stabilizim të thjesht, të lehtë, por jo ndonjë përparim strategjik. Më shumë pres që të bëhet një armpushim taktik sesa ndonjë pajtim strategjik midis 2 superfuqive që dëshirojnë të ndajnë botën, apo ta udhëheqin e menaxhojnë botën sipas interesat e tyre. Rrethanat në të cilat do të zhvillohet ky takim janë të rëndësishme. Motivet gjithashtu, shpresat gjithashtu, pengesat gjithashtu dhe shkaqet kryesore që kanë ndikuar në Trumpin, që në vend se ta thirrë Xi Jinpingun në Washington dhe New York, dhe ta pret sipas tekeve dhe protokoleve të tij personale. Kjo vizitë tani po bëhet e kundërta e asaj që pritej dhe njerëzit do të kishin dëshiruar. Trump po detyrohet, edhe në këtë kohë konfliktuoze, edhe në këtë kohë lufte ekonomike midis 2 vendeve, të shkoj tek Xi Jinpingu dhe t'ia paraqet aty kërkesat, lutjet, vështrimet, konceptet, por në asnjë mënyrë ma kërcënimet e palës amerikane. Rrethanat e këtij vendimi, pra, po do t'i shpjegoj një nga një. Ky vendim për vizitë në Pekin ndodh në një moment kur SBA ka nevojë për Kinën për 3 arsye kryesore. 1, të ndikojë mbi Iranin. Mbajeni mend këtë. Një ndër rrethanat kryesore të cilat e detyrojnë Trumpin të shkojë në Pekin për të biseduar me Xi Jinpingun është arsyeja e parë, Irani. E dyta, të mos bllokoj zinxhiret industrial për mineralet e ralla. Minerale këto të cilat tani janë zemra e ekonomisë dhe e industrisë e teknologjisë amerikane, dhe të cilat i ka në dorë Kina. Dhe arsyeja e tretë është të ulë tensionet tregtare para zgjedhjeve afatmesme që do të bëhen në dorë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lufta me Iranin e ka bërë çështjen edhe më dramatike dhe më të ndërlikuar, sepse edhe Kina është blerëse e madhe e naftës iraniane
dhe Washingtoni dëshiron që Pekini të ndihmoj në hapjen apo stabilizimin e trafikut në Hormuz, çështje të cilën Kina, përkundër vendimit që pritet të mirët nga vendet perëndimore evropiane, që të marrin pjesë në hapjen apo sigurimin e anijeve teksa do të kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, qëndrimi i Kinës është, nëse jo krejtësisht ndryshum, i ndryshueshëm pjesërisht po se po. Nga ana kineze tani, Xi Jinpingu dëshiron ta paraqet vizitën e Trumpit si dëshmi se Kina nuk është më palë që thirrët në Washington, por që është qendra ku vjen presidenti Amerikan për të negociuar edhe për çështje për të cilat Trump thoshte se do t'i kryej për pak ditë, nëse jo për pak javë lufte. Motivet e Trumpit tani, ti analizojmë se përse shkon në Pekin. I pari është natyrisht motivi ekonomik dhe elektoral. Trump kërkon marrëveshje të prekshme. Cilat janë ato marrëveshje? Blerja kineze e produkteve amerikane, sojen për shembull, mishin, energjin dhe sidomos avionët Boeing. Trump botërisht ka përmendur se ka kërkuar nga Pekini zyrtar dhe do të kërkoj detyrimisht nga Kina që të blej me qindra Boeing 737 Max dhe avion të tjerë, shitje kjo nga e cila SBA-ja do të përfiton të shumë. Motivi i dytë është strategjik, të detyroj Kinën që të mos e përdor monopolin e saj mbi mineralet e rralla si armë kundër industrisë amerikane. SBA kërkon që Pekini të lejoj furnizimin e kompanive amerikane me këto mineralet kritike, sepse kufizimet kineze të deritanishme që vinë si rezultat i tarifave amerikane ndaj Kinës e kanë goditur sektor të shumt në Amerikë, e sidomos sektorin e prodhimit të automobilave dhe të elementeve, produkteve të tjera, ta quaj kështu, aerohapsinore. Dhe motivi i tretë është natyrisht dhe detyrimisht Irani. Trump kërkon që Kina të mos e financoj indirekt Iranin përmes blerjes së naftës dhe kështu të ndihmoj në zbutjen e krizës amerikano-izraelite me Iranin. Mirpo, mendimi im është se këto Trump hyn në një teren me bunga dhe me thera dhe shumë të vështirë, sepse Kina nuk duket se është e gatshme më të pranoj dhe implementoj urdhëresat e Washingtonit. Nga ana tjetër, miq, edhe Xi Jinpingu ka motivet e veta në këtë vizitë. I pari që do t'i kisha përmendur nga 3 kryesorët është stabiliteti ekonomik në glob, të cilin po e kërkon Pekini, e dyta lehtësim i presionit teknologjik amerikan që po i bën Pekinit, sidomos në raport me Tajvanin dhe natyrisht përparim në çështjen e Tajvanit, temë për të cilën mendoj se ka çka të flitet, ja vlen të bëhet një video, sepse dikur kam qenë një negociator, mos të them negociator se po tingëllon shumë, përderisa jemi të folë për Xi Jinpingu dhe Tajvanin, kam qenë një ndërmjetësues shumë i ndjeshëm dhe interesant midis Tajvanit dhe disa vendeve në botë, e sidomos kam bërë përpjekje
që të rregullohen disa raporte të Kosovës në kohën kur e shpall pavarësinë me Tajvanin, çështje të cilën pala kosovare atë botë e pati pa diçka si film fantastik, por që unë vazhdimisht u kam shpjeguar se afrimi i Kosovës me Tajvanin nuk prek raportet tona me SBA-n, për kundrazi SBA-t nuk e kundërshtojnë, nëse shkohet me men, sepse paraprakisht i pata mësuar qasjet ashtu kështu të SBA-ve në lidhje me këtë çështje, dhe e dyta, atë botë kam shpjeguar se raportet e Kosovës me Kinën nuk mund të rregullohen deri në ato përmasa sa ndronte apo imagjinonte, nëse ka imagjinuar politika kosovare e asaj kohe. Prandaj mendoj se ja vlen të bëhet një analizë e raporteve amerikano-tajvanezo-kineze dhe përpjekjet tona të atëhershme që të ndërthurremi në diçka si të këtill, një ofrim strategjik me nuanca natyrisht ekonomike, shumë përfituese për Kosovën e pak përfituese për Tajvanin. Tajvani kërkonte vetëm një krah, apo një zë, apo një emër më shumë që do të fliste se bashkëpunon me Tajvanin për të përdorur Tajvani këtë pikë se ja edhe një vend evropian i ri ofrohet me Tajvanin dhe nuk e dëgjon Kinën. Çështje tjetër. Pekini, miq, kthyer në temë, kërkon që SBA-t të zbusin kufizimet, sidomos për gjysmëpërquesit e avancuar dhe pajiset për prodhimin e çipave të cilat i bën Kina. Në këmbim të kësaj, Kina mund të ofrojë një qasje më të lirë, një qasje më të butë me mineralet e rralla, ose do të merr seriozisht kërkesën amerikane për blerjen e madhe të aeroplanëve Boeing që po e kërkon Trumpi. Mirë po, çështja më e ndjeshme këtu, për te ndjeshmërisë së çështjes së Iranit është Tajvani. Kina është duke sinjalizuar vazhdimisht se dëshiron ndryshimin e gjuhës amerikane nga thojza SBA-t nuk e mbështesin pavarësinë e Tajvanit, në SBA-t e kundërshtojnë pavarësinë e Tajvanit. Ky ndryshim ndoshta duket i vogël gjosisht, por nga perspektiva strategjike do të ishte një fitore e madhe për Pekinin dhe shqetësim serioz për Tajvanin dhe aleatet amerikan në Azi. Pra, kërkesa kineze e fokusuar në çështjen e Tajvanit do të përdoren nga Kina si një fitore spektakolare, sidomos në raport me aleatet amerikan në Pacifik dhe në Indokin atje. Sfidat kryesore, të cilat e përcjellin këtë takim që do të bëhet pas nesër, është ta zëm sfida e parë se që të dy palët dëshirojnë një fitore publike para opinioneve të tyre dhe opinionit botëror, dhe se asë njeri, as Trump, as Xi Jinping nuk dëshiron të duken të dobët para botës. Trumpi dëshiron marrëveshje konkrete për ekonominë amerikane, ndërsa Xi Jinping dëshiron të tregojë se Kina i rezistoi presionit amerikan dhe e detyroi Amerikën të troket në dyert e Pekinit. Sfida e dytë, e përmena pak më lart, mos hupum kohë këto, është çështja e Tajvanit. Pra, nëse Trump bën lëshime gjuhësore, ta konfiguroj fjalien siç po e kërkon Pekini, kjo mund të interpretohet më pastaj se
në Pekin, natyrisht, si dobësim i garancive amerikane për Tajvanin, dhe nëse nuk bën lëshime, Kina mund të mos jep shpresa Washingtonit për tregti më të gjerë me SBA-n për mineralet e ralla dhe natyrisht edhe për çështjen e Iranit. Pra, sfida e tretë është Irani. Kina, të nderuar, ka interes që Hormuzi të mos mbetet i bllokuar, sepse rritja e çmimeve të energjisë në botë dëmton ekonominë kineze në afate të gjata. Por ky Pekini nuk është i gatshëm që të sakrifikoj marrëdhëniet me Teheranin vetëm për ta shpëtuar Trumpin nga një krizë amerikane, e cila krizë është duke trokitur në dyert e Amerikës dhe duke u sjellë si fantazm mbi qiellin amerikan. Marrë në përgjithësi, miq, rezultatet që priten, mos them që i pres, më realistet prej tyre janë me sa vjen. Sigurisht do të dëshironi ta dini edhe mendimin tim. 1. Pres zgjatje të armëpushimit të rektar, të arritur në Busan në tetor të vitit 2025. Pritet të them më bot, marrëveshje për blerjen, marrëveshje që Kina të blej produkte bujqësore amerikane, energji nga SBA-ja, naftë e gaz natyrisht, dhe ndoshta avionët Boeing. Nëse jo 260, sa është duke ja propozuar Kina, Trumpi, atëherë diku mbi 100 mund t'i blej Pekine. E treta, krijimi i një farë Board of Trade, pres që të bëhet. Një mekanizëm afatgjat ekonomik SBA-Kin. Dhe kjo është në dobin e të dy vendeve. Pastaj, premtimet për mineralet e ralla, por jo zgjidhje përfundimtare, sepse zgjidhja përfundimtare, sipas kërkesës së Trump, për Pekinin do të ishte zgjidhje katastrofike. Pastaj, pres deklarata pozitive për dialog mbi inteligjencën artificiale, AI apo IA, quan e shqip apo anglisht, dhe për siguri të tjera teknologjike. Por jo një marrëveshje të thellë përfundimtare, pres gjithashtu që asnjë zgjidhje reale për Tajvanin nuk do të bëhet, por rrezik i madh është në këtë rast nëse gjuha amerikane nuk ndryshon sipas kërkesave të Pekinit dhe mund të ndodhë disa koordinime të kufizuara për çështjen iraniane. Jo aleancë SBA-Kin kundër Iranit, por një farë koordinance e cila nuk do të hidhëronte Iranin në raport me Kinën, por që edhe Kinën nuk do të dëmtonte në tregtin që e bën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rezultati pra më i mirë realisht është një zgjatje e qetë e armëpushimit aktual me disa rezultate pozitive në bujqësi, në aerohapësirë, në investime, ku avantazhi strukturor i Kinës në mineralet kritike të mbetet shumë më i madh se avantazhi amerikan. Forca kryesore e Kinës sot është në dy gjana. Nëse SBA-t kanë me qindra, thuhet se 820 baza amerikane, dhe me to e tregon fuqin absolute në raport me botën, Kina i ka dy armë të tjera, me të cilat e sfidon jo vetëm SBA-n, por në përgjithësi botën perëndimore. Është bazat, i quajnë në thojza, amerikane në dy drejtime. Infrastrukturën rrugore që është duke e bërë në botë,
E atje ku e bën është Kina prezente me ekonomin dhe strategjin e saj, si që SBA-ja prezente me bazat ushtarake, dhe e dyta, Kina ka shtije në dorë qindra porte të rëndësishme në botë. Kjo forcë e Kinës, dy drejtimshe, është konkurrentja kryesore e forcës amerikane me 820 e disa baza ushtarake në botë. SBA-ja, përveç ekonomisë dhe diplomacisë, mos ta quaj kërcënuese, po imponuese sipas interesave të veta, e tregon prezencën dhe fuqinë e saj në botë, Kina është duke e treguar fuqinë e vet me infrastrukturën rrugore, për të cilën është të bëhe investime triliona dollar dhe futjen në dorë të porteve të ndryshme në botë. Natyrisht, pikë kjo e dyta, që është shumë shqetësuese dhe shumë e rrezikshme, shumë konkurente dhe ballafaquese e kërcënuese për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa herë kam shpjeguar se tani është lufta për ujrat detar, sidomos për ujrat që janë në ngushticat e ndryshme, në rrugë detare. Lufta për ujin e pishëm në këtë shekull do të jetë lufta kryesore ndoshta, por lufta për ujrat detar të ngushticave të ndryshme është pika kulminante e konfliktit të botës perëndimore me Kinën në anën tjetër. Dhe pika e dytë, atomin e dytë, bombën bërthamore të dytë, si që ka SBA-ja 800 e disa baza ushtarake në përbot, Kina i ka mineralet e ralla. E dini, e kam shpjeguar, cilat janë mineralet kryesore në bot, sa përqind i ka Kina, teknologjin të cilën e prodhon Kina, e pa të cilën nuk mund të nxiren askund në bot mineralet e ralla, pra këto minerale pa të cilat industria amerikane mund të shembet. Industria elektronike, industria e automobilistikës dhe industria ushtarake me teknologjin moderne me lazer. Pra, ky është një krahasim i pozicioneve ekonomike të Kinës dhe SBA-ve në prag të bisedimeve apo takimit historik të Donald Trump me Xi Jinpingun. Bota gjendet para këtyre sfidave, bota gjendet para një momenti historik dhe ky takim do të hedh në dritë pamjen e mundshme që mund ta merr bota në dekadat e fundit. Në të njëjtën kohë, miq, para se ta vazhdoj analizën time, të këshyri sa minuta u banën, paska 25 minuta, ta përmendi edhe një moment shumë të rëndësishëm. Ashtu kështu pa e shti Turkija ndikon nuk e ladi, ashtu po më thoni ta përmendi. Uraniumi sot është fryma, janë mushkrit, është zemra, truni i industrisë globale. Dhe për uranium është të u bo lufta në Iran. Për uranium është të u bo lufta, prishja e luftës, e balancave Evropë-Amerikë në Ukrainë. Sepse Trump dëshiron t'i marrë xeheroret ku janë mineralet e ralla në Ukrainë. Gjithashtu në Grenland, gjithashtu në Venezuelë, gjithashtu në Suriname, të Venezuela atje. Një vend që do të jetë ndër më të rëndësishmet në botë në industrinë e energjisë, sepse ka naft shumë. Suriname është vendi, po del të jetë vendi më i pasur në botë me naft. Inshallah neve në hapësirë shqiptare na i bën Zoti me nasip me gjetë në ai sen, për të cilën edhe superfuqit hinë në konflikt. Te uraniumi. Përpara ka qenë lufta për territore. Në shekullin e 14, 15, qatë 16, lufta u bo për erza.
spices, erza, baharat, i thuhet në arabisht dhe në gjuhën arabe. Evropa fillon mugullimin ekonomik pasi të nis Holanda, Portugalia, dikur ndajherë Gjermania, Spanja, me shkue në Indi, në Indokin, arkipelagun me laj, me marë erza. Dhe më thënë, ajo vlimi ekonomik është në Evropë, sidomos, ka dhe gjërat e tjera, por sidomos me prurjen e erzave. Erzat pra janë ato që i kanë dhënë havë të papar deri atëre ekonomisë amerikane. Me kalimin e kohës janë produkte të tjera. Vje koha e shekullit, fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20, zbulohet nafta. E gjithë bota, fuqit botnore të atëhershme, orientohen ka lindje e mesme. Erzojnë perandërinë osmane, ndajnë lindjen e mesme ato pjesë të botës në shtete, të shumta dhe në atë mënyrë që kur të mos mund të bëhen njeri. Për shka puna e naftës, Iraku diçka, kurdve s'ju jipet shtet, për shkak se britanikët mirën vesh me arabët e Irakut që nxjerrja e naftës dhe industria e naftës të kalojnë në duart e BP-s, kompanive britanike të naftës. Franca dikun tjetër, në gjirin arabik, pastaj Arabia Saudite, familje Saud, ndahen ato ai Hijazi në shtete sa një groshdore, jo Kuwaiti, jo Katari, jo Omani, jo leqin ndahen kështu, por shtete në gjirin persik kanë gjeografi shumë të çuditshme, kufi gjeografik. Omani për shembull, apo Omani, është ka poshtë në qash të hyrja e Grykës aty të Hormuzit, dërsa një pjesë ka, hajt, Saudia tani Emiratet e Bashkuar Arabe, edhe në cep të Emirateve të Bashkuar Arabe ka Oman. Imagjino se si bëhet. Qaj cepi që aty, është shumë afër 3 ishujve për të cilat Emiratet kanë pas probleme vazhdimisht me Iranin. Tambol Kubra, Tambol Sugra edhe Ebu Musa. Tash po shihet se Irani që i paska marrë në kontrol ato, e që Emiratet në kohën kur kam qenë une duke jetuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, akuzoi ke Iranin e pastaj ngriste padine për gjykata ndërkombëtare se i ka marrë 3 ishuj, që ta 3 ishuj tash po bohen vital dhe po e majnë Grykën e Hormuzit në dorë. Thjesht, në këtë periudhë nafta. Hajt, dishka tjetër. Tani viteve të fundit u bo puna e uraniumit e këtyre mineraleve të ralla. A e dini cila është forca apo nimeti apo materiali për të cilin bota ka me uqunë kam dhe ka me zhvillu lufta të mëdha si që po zhvillohen tani për uraniumin e për naftën edhe më tutje. Në gjithë që nafta viç ka fillu të zbehet me gjetjen e resurseve të reja energjetike. Nafta nga argjila, pastaj prodhimi energjisë me erë, pastaj gazi natural, pastaj uraniumi, nafta po bje po ende e ruan monopolit. Në të armën do të jetë theriumi. Një mineral i rallë që 69% e rezervave botnore janë zbulu në Turqi në vitin 2023 me mijëra tonelata, ato ende janë në tokë, është duke u punue në zhvillimin e infrastrukturës për nxjerrjen e saj dhe që është 9.2 herë më i shtrajt, më i fuqishëm, më energjika, si ta quaj me terminologjin profesionale, se sa vetë uraniumi. Dhe afrimi e kam përmendur në përpara, i SBA-ve, i Donald Trumpit, që ka një nuhatje ekonomike, tregtare të fortë, sepse vjen nga ai shtresim ekonomik në shtëpinë e bardhë, është prezidenti i parë amerikan që pakalu në për sitat të diplomacisë, të politikës, në për kongrese, në për
deg të partive të ndryshme në për qytetet të ndryshme, hop shklup president i Shebave në shtëpin e bardhë. Pra që këtë therjumi është pronë e Turqisë. Bazuar në këtë, Donald Trump vazhdimisht e livdon këtë Erdoganin. Ai edhe e meriton politika e tij, e Turqisë, çfarë zhvillime ka bën në Turqi, ata të cilët e përcjellin Turqinë dhe i kanë përcjell ligjëratat e mia në këtë video e kanë kuptuar se çfarë është presidenti i Turqisë. Megjithatë, në parapaskend të gjitha këtyre është pikërisht pasuria e cila do t'i përcakton në të ardhmen drejtimet, fuqit, orientimet e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të superfuqive të botës. Këtë e bërë si një dalje ndoshta prej temës, po e rëndësishme për të kuptuar. Po kthehem te analiza. Realiteti i tanishëm është një realitet i ri. Amerika, po, ende është superfuqi ushtarake dhe financiare e botës, por Kina ka fituar mjete të reja me të cilat i bën presion marrëdhënieve ndërkombëtare dhe fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dikur SBA e kishte avantazhin përmes dollarit, përmes flotës dhe teknologjisë. Sot Kina ka armë të reja. I ka pra qëto mineralet e rralla, e ka tregun industrial, një kohë quhej fabrika e botës, i ka lidhjet shumë të fuqishme me Iranin dhe Rusin dhe ndikimin natyrisht mbi zinxhirët global të furnizimit. Në kohë paqeje, ku faktori ekonomik konsiderohet kryesore, Kina është superfuqia numër 1 e botës. Në kohë tendosjeje, ku fuqia ushtarake përcakton pozitat e shteteve në marrëdhënie ndërkombëtare, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, strategë të ndryshëm, analistë të thellë të marrëdhënieve ndërkombëtare vazhdimisht kanë thënë se konfliktet në botë, luftat e mesme dhe të mëdha shkojnë në interes të SBA-ve, sepse prezenca e saj ushtarake, industria e saj ushtarake i sjell para dhe të mira materiale Amerikës dhe popullit amerikan. Andaj edhe këto e akuzojnë në këtë pikë SBA-n se ajo vet i nxit luftat për të shit armë, vet krijon atmosfera frike në botë, lufta e parë, lufta e tretë botnore, lufta globale, lufta këto, imshoj Serbia, Kosovës, imshoj Dodiki, andej Gjermania me Rusien, Britania, Lituania, Venezuela, Brazili, Argentina, Japonia, atje me Kinën, Koreja. Pra, krijohet një atmosferë e tendosur, e frikshme në botë që shtetet të detyrohen. Patën apo s'patën qef, i besuan apo nuk i besuan të blejnë armë. Pra, sot Kina në një kohë ku ndoshta askush nga strategët apo analistët e marrëdhënieve strategjike të botës nuk e ka besuar, sot Kina është superfuqia, nëse jo numër 1, ajo e cila po e detyron presidentin e SBA-ve të troket në dyert e Pekinit dhe të shkojnë në Pekin aty të diskutoj. Kohë kjo që para kësaj Pekini, dhe jo të Pekini, por të gjithë presidentët e botës janë detyruar të shkojnë në Washington për të gjetur zgjidhje dhe për të kërkuar ndihma të ndryshme. Një rrotullim strategjik se çfarë do të jetë për botën, çfarë do të bëhet për Evropën, si do të jetë fati i Ballkanit në të ardhmen, unë nuk mund të prejudikoj, por atë që besoj është se
Kina po bëhet superfuqia e pakontestueshme e botës dhe se raportet e Kinës me Rusin, me Serbin dhe me botën e cila neve nuk na nje dhe njihet si armiqësore është shumë më i mirë që i bie se është në dëmin e shqiptarëve dhe të Kosovës. Pra, kjo vizitë që po e bën Trumpi atje, ka gjasa të prodhoj. E thash edhe pak më parë, një stabilitet të përkohshëm, jo paqe strategjike. Ato fotografit që kemi pa, pastaj ato banketet e ndryshme, ato deklaratat për marrëdhëniet e mira, e ndoshta edhe disa të tjera në lidhje me marrëdhënie tregtare, janë më shumë për publikun dhe për konsumet të brendshme. Por, prapëdyrve, do të flitet për gjëra të cilat kanë me përcaktuar të ardhmen për dekadat e ardhshme të botës. Në sipërfaqe, mbetet pyetja më e madhe dhe më e rëndësishmja. A po lind një marrëveshje e re Kinë-SBA për menaxhimin e botës, apo vetëm është një pauzë para përplasjeve të mëdha që pritet të ndodhin në të ardhmen? Përgjigjen e kësaj mund të jap vetëm pasi të përfundoj takimi midis Donald Trump dhe Xi Jinping. Të nderuar miq, duke kërkuar nga ju që ta bëni subscribe këtë kanal, që ta rrisim së bashku këtë kanal, duke kërkuar gjithashtu që ti bëni share, shpërndani këto video e ligjërata të cilat po i dëgjonin nga unë këto, ju bëj me dije gjithashtu se në materialin të cilën e kam përgatitur për sot, ka qenë edhe kjo pjesa e raporteve kinezo-amerikane. Kam dashur t'i shpjegoj në 5-6 dekadat e fundit për të qenë një farë lampe, një farë feneri, një farë drite më shumë ndriçuese të gjithë asaj të cilën e kam thënë deri më tani. Por me që koha është shkoj 48 minuta, unë do ta lë atë për një video tjetër. Nëse kam mundësi e fuqi, do ta bëj videon më njerë pasi ta përfundoj këtë, ose në një kohë tjetër. Mendoj se do të ishte mirë që live ta përcjellim vizitën e Trump në Pekin, nëse muj me gjetë ndonjë kamerë e cila live vendoset, që të interpretojmë live me juve aty për aty ngjarje të cilat do të dalin atje dhe takimin e Donald Trump me Xi Jinping. Atë në lidhje me historikun, mendova të flas për vitet 1970, duke nis nga 1970, atëherë kur Richard Nixon gjatë vizitës së tij në Kinë në vitin 1972 e bën një kthesë historike, geopolitike botnore. SBA-ja ofrohet me Kinën për të ballafaquar me Bashkimin Sovjetik dhe çuditërisht Bashkimi Sovjetik me shpionazhin dhe me mënyrat e veta e nxit Kinën dhe SBA-n që të ofrohen mes vete. Paradoksa, përse e bën këtë Bashkimi Sovjetik, megjithëse që Kina me një farë forme ishte një aleat ideologjik, kohës së komunizmit po flas, kohës së socializmit Bashkimi Sovjetik, një aleat ideologjik i Bashkimit Sovjetik, Bashkimi Sovjetik e shihte një kërcënim serioz pikërisht këtë aleat, sepse Kina fillon të forcohet ekonomikisht, e ma shumë se kjo Bashkimi Sovjetik, Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik i friksohej shumë ndikimit të Partisë Komuniste Kineze
në Bashkimin Sovjetik. Një ndër pika që javlen të flitet këto është edhe ta quaj se ashtu ka qenë roli i Shqipërisë së atëhershme në këto mjegullnaja dhe rreziqe të cilat u patën krijuar midis Bashkimit Sovjetik dhe Kinës. Bashkimi Sovjetik është friksuar shumë se prapa marrëveshjes shqiptaro-kineze qëndron një marrëveshje edhe më e madhe, një tentativë edhe më e madhe e Kinës për të futur në vendet socialiste të bllokut të Marshavës në Evropën lindore, që ishin aleate dhe krahët mashat e Bashkimit Sovjetik kundër NATO-s apo botës perëndimore kapitaliste. Koha nuk e lejon, këtë do ta shpjegoj në një kohë tjetër, e në ndërkohë, në qëtë periudhën e parë, që fillon nga vitet e 70-ta, kam me e shpjeguar edhe çështjen e këtij Feisalit. Faisal bin Abdulaziz El Saudit, mbreti i atëhershëm, kur në vitin 1973 e bllokon eksportin e naftës, janë ndërpret botës perëndimore naftën për shkak të djegjes së Mesgjidul Aksas në vitin 1969, edhe këto e kam shpjeguar në një video se kush e ka bë, si e ka bë, si ka reaguar shtetet arabe, dhe natyrisht lufta e Egjiptit me Izraelin, luftë në të cilën palët amerikane e mbështesin Izraelin kundër arabëve, kërkesa e Feisalit që të mbahet konferenca e vendeve islamike, që ishte bombë e atëhershme, dhe përpjekjet e Feisalit, Faisal bin Abdulaziz El Saud, që të marrë rolin e liderit të botës arabe pas Gjemal Abdel Nasserit. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, vritet Feisali nga nipi i tij, nga djali i vllaut të tij, i cili deri atëherë, deri pak para ndodhjes, ishte duke studiuar në SHBA. Ngjarje kjo që pa t'i bërë bujë të madhe. Qëto pika, janë një 7-8 pika që i kam përgatit, qëto 2 pika e qesin në pa diçka, dhe po e përfundoj temën të nderuar, qesin në pi diçka të rëndësishme. Masimi të cilin e ka marrë Amerika në raport me botën arabe, nga bota arabe. Masimin që e ka marrë në 73-ën, ndërprerja e naftës, si pja bën Albini kështu, me Gërshan. Çfarë tronditje pati ndodh atër, nafta prej $3 ka pas hypën në $12 e $15 për barel. Imagjinoni 5 herë, 6 herë ma shumë. Si kur sot prej $70 me pas shku $350 barela. Masimin që e ka marrën SHBA-ja, bota perëndimore nga ajo kohë, është masimi të cilën e ka implementuar pastaj deri në ditët e sotshme. Kryesori është që arabët, sidomos të vendeve të gjirit arabik, Emiratet, Kuvajti, Omani, Bahrejni, Arabia Saudite dhe Katari, 6 vendet e Mejlisit Taawun El Khalije Thiren, këshilli i bashkëpunimit të vendeve të gjirit, që të mos trajtohen, të mos bisedojnë me ta si një grup, si një trup unik, por bisedimet të bëhen një nga një dhe interesat e këtyre vendeve të shpërfaqen, të jenë, të thellohen si vetanake, në mënyrë që të mos e kenë ndonjë ditë fuqin të bëjnë atë që më parë e pati bërë Feisali. Për këtë temë, ju lutem më komentoni, nëse jeni të interesuar
që ta dëgjoni. Në bazë të komenteve tuaja, unë do ta përgatiti temën e radhës. Deri atëherë, natën e mirë, mirëmbëjtje.